Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Gjesti bën pjesë të klipit të ri pikërisht të fejuarën e vet. Pas një fushate paralajmërimesh disa ditore rreth projekteve të tij të radhës, artisti i njohur Gjesti ka zbuluar më në fund një copës nga mozaiku i tij i ri muzikor. Përmes një publikimi të fundit në llogarinë e tij virtuale, këngëtari ka prezantuar Meme, një nga titujt që do të pasurojë IP-n e tij të ardhshme. Megjithatë, fokusi i ndjekësve ka shkuar përtej notave muzikore. Në materialin vizual të shpërndar prej tij, vëmendjen e ka rrëmbyer një detaj mjaft intim. Një dorë femre që shfaqet duke i prekur fytyrën dhe qafën. Ky element ka mjaftuar për të ndezur menjëherë motorët e thashethemeve në rrjet, duke ngritur dyshime të forta mbi një partnere të re në jetën e artistit. Këto aludime marrin edhe më shumë vëmendje po të kujtojmë historikun e tij të afërt sentimental. Lidhja e fundit e Gjestit që njohu dritën e publikut ishte ajo me Egli Takon, një raport i cili u karakterizua nga një jetëgjatësi shumë e shkurtër. Tashmë dilema që rrethon fansat dhe median roz është e qartë. A jemi përpara një diçka e provokuese artistike, apo Gjesti po konfirmon lidhjen dhe kapitullin e ri të dashurisë?